Në viset ku ka qenë qytetërimi i Andaluzisë, në vazhdimsi kërkohet edhe bëhen gjetje të ndryshme që kanë të bëjnë me trashëgiminë islame. Një pjesë e madhe mund të quhen zbulime në gërmadha, sepse kanë të bëjnë thjesht objekte, kanë të bëjnë me aspekte të ndryshme që kanë të bëjnë me dërtimin e tyre e kështu me radhë. Sikur e njërohet një kërkim që është më thelbësor se sa me e gjetën gërmadhën se çka ka mbulu. Saktësisht dia, kultura, besimi, vlerat shpirtërore të Andaluzisë nuk studiohen, ndërka që ka qenë vlera më e madhe edhe ata se kanë mbulu asnjë gërmadhë. Muslimanët duhet me reflektu tek një vërtet. Sa herë që muslimanët kanë qenë koncentruar me garu me botën me të mirat materiale, i kanë lënë botës gërmadha. Dhe sa herë që muslimanët e kanë luajtur rolin këtë që e kanë, i cili është roli për me përhap besimin tek njerëzit. Kjo misioni që s'u ne ban kurkush përveç muslimanëve, muslimanët kanë bërë domthonjë qytetërim të madh dhe realisht kjo është domthonjë detyra kryesore. Dhe sa herë që bisedojmë ose mendojmë a kemi një rol kontribues për botën, çka kena mi dhënë botës? Kena mi dhënë atë që aty mungues sot botës, që është besimi dhe lidhja me Allah subhanahu wa taala.